Përshëndetje dashur shikues të Alpo Televizion, jemi sot këtu përsëri për të ndërtuar një tjetër emision me një tjetër temë. Sigurisht që figurat tona të shquara të kombit janë të shumta, por figurat që kanë kontribuar dhe në kinematografi janë ato figura që ne duam të përmendim sot. Ne sot do të flasim për figurën e Aleksandër Mojsiut, një figurë shumë e shquar e artit botëror, figur, Aleksandër Mojsiu, pra, ishte një shqiptar i shquar i kinematografisë në fillim shekullin 19 dhe i cili bëri një famë shumë të madhe me aktrimet e tij. Për këtë qëllim ne kemi ftuar sot në studio profesor doktor Eqerem Zenela, i cili është duke shkruar një volum, një libër të tërë për jetën dhe veprën e tij. Përshëndetje dhe mirë se erdhe zoti Zenela. Përshëndetje, mirë se u gjetje. Po. Dihet që Aleksandër Mojsiu ishte një nga figurat më të rëndësishme të kinematografisë botërore në fillim shekullin 19 dhe ai ishte një shqiptar dhe si i tillë nuk e mohoi kurrë. Ju po bëni një kalendar, një komplet enciklopedik për familje dhe personalitetet shqiptare me famë ndërkombëtare. Na thoni lutem disa pika të shkurtra, çfarë periudhe kohore përfshin studimi juaj? Paraprakisht, para se t'ja filloj temës të cilët jemi të ftuar për të folur, figura më madhore botërore e teatrit dhe dramës në skenën ndërkombëtare në gjysmën e parë të shekullit 20 është figura e aktorit të madh Aleksandër Mojsi Konstantin Mojsiut. Në një intervistë të një advokati shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Nelo Tizdarit, i cili bëri një intervistë me Aleksandër Mojsiu në Amerikë për gazetën Dielli në New York, ai duke e parë mashtinë e Mojsiut, duke e parë edhe publikun amerikan, shkruan në fund të intervistës: pemët e punrave të tyre janë shijuar prej botës. Ajo botë që i rriti dhe i nderoj, kur do të vi koha që Shqipëria jonë të mbaj për vetëni këto pemë. Une për Aleksandër Mojsiun kam mbledh materiale në disa teatro, në arkivin e teatrit të Berlinit, në arkivin e teatrit rumun, ku ka qenë Viktor Eftimiu, drejtori i përgjithshëm i teatrit rumun, pastaj në arkivin e teatrit të Vjenës, dikun kam gjetë edhe në Trieste dhe kështu me radhë, dhe është një prej pjesëve të një volumi i cili do të përbëhet nga një komplet prej 5 libra me mbi 5000 faqe dhe do të filloj që nga para historia, gjithsesi nga shekulli 20, që fillon me Likaonin Pellazgën e dytë, i cili ka sunduar në Arkadi dhe në Epir në Shqipëri dhe në një pjesë të madhe të Mesdheut, dhe mu për këtë arsye emri i parë i Shqipërisë ka qenë Pellazgia, në emrin të babait të tij Pellazgët parë, emri i dytë është Kaonia dhe Kaoni është përdorur, faktikisht emri i tij është ndarë në dysh në Kaon edhe në Lika. Kemi për shembull në Shqipëri, kemi emrin Lika rreth Librës në disa vende, pastaj kemi në Kosovë, në Deçan, kemi mandej në Bregdetin Dalmatin kështu me radhë, ndërsa Shqipëria e kishte emrin Kaonia. Dhe nga Kaoni, mbreti Kaoni, po quhet edhe Kaonia. Kaonit kanë qenë populli i tretë, një prej popujve që ka qenë vepiri molloset të Spotët dhe Kaonit. Prandaj Kaonit janë quajtur në bazë të Pellazgët të dytë apo Kaonit. Ndërsa në bazë Kaonit është quajtur edhe Kanina. Nga Kaonia është quajtur Kanina dhe nga Kanina është Janina. Pra, fillon që nga shekulli 20, pikërisht vitin 1960 para Krishtit deri në vitin 1939 të shekullit 20. Pra, bane vazhdon me themelusin e Dardanisë, me Dardanin, me luftën e Trojës, pastaj kalojmë te Aleksandri Madh, mandej te Aleksandri Mollos, mandej kemi po ashtu te Akili, mandej kemi gjithashtu kalojmë në pjesën tjetër që është në mbarimin e periudhës sklavëpronare, siç është edhe mandej Konstantini i Madh, një prej themelus apo themelusit ligjor të krishterizmit. Pastaj kemi edhe dy vetë nga Dardania, nga Iliria, Dardania Ilirike, siç është Justiniani i parë, i cili ka pas selin në Skopje, që thonë Skip, ndërsa Justiniani i dytë ka qenë nga Prizreni, edhe ai është quajtur Justiniana Sekunda. Pikërisht Prizreni kishte pas emrin e parë Justinian Sekunda,
Dhe pandej kalem në mes jetë, fillojmë me Skënderbeun, me familjen Kastrioti, si familje elite, dhe familja më e njoftër në Evropë, në kohën, në bazë të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, pastaj me Papa Albanin, pastaj është edhe një Gjergj Dimitër Basta, që ka qenë krye general i dinastisë Habsburgëve, nga 1596 deri 1606, dhe ka qenë koksisht edhe guvernor i Hungarisë apo Transilvanisë dhe i Rumunisë, dhe pastaj vazhdojmë me gjeniun e madh të Kurullat të Austrisë, shqiptarin Karl Anton Gaspar Gega. Pastaj kemi edhe dinastinë shqiptare në Egjipt, Mehmet Ali Pasha, i cili ka sunduar për 150 vjet, e ka mujt Napoleon Bonaparte në ka qliru Egjiptin, por sultani ka dashur ta keq përdor, e ka bërë intriga dhe ky ka filluar luftën me sultanin dhe ka qenë duke e pushtuar komplet edhe Turqinë, edhe këtë pjesë, por Evropa u qu 5 shteti kanë ndihmuar sultanin 2 vjet dhe kanë mujt Mehmet Ali Pashën. Pa pozitive të ky që pika e parë, këtë katilin i cili ka dhura shumë pashallarë ndërtar dhe Ali Pashë të Pelenin, ky faktikisht e ka gjunjëzuar për mos të ishte Evropa, nuk do të ishte ai sultan, por Evropa donte ta kenë një sultan të dobët. Ndërsa një anë pozitive tjetër e tij është se gardën e ka pas komplet shqiptare dhe kishte pas në planin e tij, kishte pas edhe një Shqipëni autonome në kuadrin e perandorisë osmane. Pastaj kemi Mehmet Ali Pashë të Pelenin dhe në pjesën e mram e kemi filloj me kryeministrin e Italisë Arbreshin Francesco Crispi, i cili ka qenë një njeri shumë i famshëm në politikën ndërkombëtare, po në politikën revolucionare e shliruse të Italisë, bashkimin e Italisë bashkë me Garibaldin. Pastaj kemi Ismail Kemal Bey Vlorën dhe pavarësinë e Shqipërisë, pastaj kemi Ahmet Zogun dhe si thash edhe më herët edhe Aleksandër Mojsiun para Ahmet Zogut, dhe kështu që kompletohet me 5 vëllime, rreth 4000 deri në 5000 faqe, një periudhë që përfshin 4000 vjet dhe figurat më të mëdha kombëtare, pellazge, ilirë shqiptare, të cilët kanë bërë emër të madh në histori, si dhe familjet e tyre aristokrate. Duket një diçka shumë interesante, një histori shumë interesante, por meqense përmendëm Aleksandër Mojsiun, mund të na thoni se ku janë marrë dokumentat që ju keni studiuar për të dhe çfarë thon këto dokumenta, çfarë tregojnë? Unë për Aleksandër Mojsiun i kam rreth 500 fotografi dhe 200 dokumenta, të cilat i kanë marrë në teatrin ai ka qenë Prag një aktor i cili ka qenë tenor për balet, dhe aty është njohur në Max Reinhardin, i cili e ka ftuar pastaj në Berlin se thotë i nderuar Mojsi, thotë zëri është i shkëlqyshëm dhe nuk ka zonë më të pastër si kristal, por mimika e shprehjeve tuaja dhe fytyrës tuaj ka diçka magjike. Prandaj ftoj të vini në teatrin tim në Berlin dhe këtu fillojmë domon. Pastaj e kam marrë në teatrin në teatrin Muzeum në Vjenë, dhe kështu që është një figurë të cilën e nuk dim vetëm që ka qenë aktor, dim që ka qenë imam, por që ka aktruar në tërë botën dhe që kanë qujtë aktori më i madh botëror. Madje ka pas dëshirë të madhe të takohet me të edhe Charlie Chaplini në vitin 1920-22, ata ishte në hapet e parë. Charlie Chaplini ishte domethënë 22 vjeçar dhe ishte shkuar me pa në teatr në Londër Aleksandër Mojsiun, dhe tregon Aleksandër Mojsiu për bisedën me Chaplinin, thotë dhe unë i tregoja për Amerikën Veriore, për Amerikën Jugore, për Afrikën, por edhe sidomos për Rusinë dhe revolucionin rus, thotë i cili ai nuk kishte haber për këtë gjëra. Dhe e dyta ishte në Vjenë, kur legata angleze kishte organizuar një manifestim për jetën e Charlie Chaplinit dhe kishte ftuar, ishin ftuar personalitete shtetërore, aktor, piktor, poet e shumë më por ndër të parë ishte ftuar Aleksandër Mojsiu. Pra këtu dokumentat janë në 4-5 arkiva të teatrave të mëdha evropiane që e kam gjetë për Aleksandër Mojsiu. Po. Dihet që Aleksandër Mojsiu ka lindur në fund shekullin e 19 dhe në fillim shekullin e 20 ai ka bërë karrierën më të madhe të kohës, siç e tha dhe ju. Ishte një nga aktorët më të mëdhenj të kohës. Por ç'mund na thoni për origjinën e familjes së Aleksandër Mojsiut? Origjina e familjes Mojsiu rrjedh nga Golemi. Prej Golemit janë shpërngul në Kavaj. Nga Kavaja janë shpërngul në Turs. Dhe ka tani edhe në Tiranë dhe anë kanë, por unë kam gjetë edhe stemën, heraldikën e Mojsive, dhe e kam gjetë aty se ata rrjedhin nga
Mojsi Golemi, një strateg ushtarak i fuqishëm i Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Pra, familja Mojsiu është familje e pastër shqiptare, edhe pse do më vonë do të tregojmë që në kohën e fashizmit është trajtuar Aleksandër Mojsiu në mirë, jo të mirë, dhe ka qenë i rrezikuar nga fashistët për dy arsye. Arsyeja e parë, ky ishte një revolucionar dhe e çmonte shumë, ishte i thaj i revolucionit të tetorit, mandej ishte i thaj Maksim Gorkit, ishte i Leninit, pastaj ishte i Tolstojit dhe shumë e radhë, dhe famën kryesore gati e bonin fillim atje në Moskë, dhe kjo ka qenë një pengesë që 2-3 herë e kam vërejt në dokumenta që kanë majtë në teatër të Vienës, kanë majtë shfaqje teatrale me t'i rrethuar me kordon policor, sepse e kanë cëlluar edhe si socialist, si komunist faktikisht, edhe si jude, si izraelit. Por ky nuk ka qenë, por ky ka lind me datën 2 prill të vitit 1879 në Trieste, dhe baba i tij është Mojsi Mojsiu. Baba i Mojsi Mojsiu është Konstantin Mojsiu. Konstantini kishte qenë kryebashkiak i Durrësit, dhe nga kjo baba i tij Mojsi Mojsiu trashëgon pastori të madhe dhe zhvillon këtë pastori, ka pas hapësira të mëdha në Durrës dhe ka kultivuar sidomos lëkura, ka punuar me punimin e lëkurave dhe me punimin e gjithsesi me tregtinë e drithrave. I ka pas 16 anije dhe nga gjitha këto i ka plasuar në Trieste. Por në Trieste atje njoftohet faktikisht me një femër e cila quhet Amelie Derada, dhe në dokumentat del se ka qenë e familjes patriotit Jeronim Derada. Dhe ka qenë bia një mjekut nga Firenca, e martuar me babën e Aleksandër Mojsiut me Mojsi Mojsiun. Mirë po, interesant është se fëminia dhe përfundimi është pak i dhimbshëm, sepse fëminia ka qenë kur Mojsi Mojsiut në detin Adriatik, nga valët e mëdha të detit në Stuhi, dhe gjithë pasionia i fundoset, dhe pastaj detyrohet ta lënë shtëpinë në Trieste dhe të kthehet në Durrës për ta menaxhuar pasionin, për ta rifilluar prej zerrës. Prandaj i merr vajzat, i merr edhe Aleksandër Mojsiu në vogël 6 vjeçar 7, edhe i sjell në Durrës. Ndërsa Amalia Derada nuk vjen në Durrës, janë dy arsye. Arsyeja e parë, ajo ishte një familje aristokrate italiane me origjinë shqiptare, por nuk donte të vinte në një vend që është në perandorinë osmane dhe ka kulturë turke. Dhe e dyta, në atë kohë ishte përhap kolera në Shqipëri, dhe nga këto shkaqe familja ndahet në dysh, mirë po ka qenë shumë i kujdesshëm. Mojsi Mojsiu e ka mbështet deri në vitin 1912 dikun, me gjitha mjetet financiare e ka mbështet familjen, por familja faktikisht ndahet në dysh. Dhe Aleksandër Mojsiu shkon në shkollën greke në Durrës, por në gjuhën shqipe, dhe atje tregojnë se ka qenë një djali i lastum dhe ka pas dëshirë të aktroj, të hyjë në përpem, të jetë lëzënjar me një fjalë, dhe shumë simpatik, por i dhinqet të babës tina që i vogël shumë i ndarë nga mamaja, mas 3 vjetë e këtën përsëri në Trieste, kur shkon atje kishte harruar gjuhën italiane, tani kur shkon në Trieste e harron gjuhën shqipe, dhe kështu që domon ka qenë një fëmijë që është rrit pa një prind. Faktikisht por ka pas shumë emocione se me një rol duke luajtur në Rusi herën e parë, i tregojnë në bin kur ka qenë në teatr, i tregojnë ata suflerët që flasin brapa skenës, dhe se ka vdek babai, dhe vetëm thotë ndalet vetëm një sekond, ndalet, mendohet edhe nuk hetohet me ndërprej rolin e tij dhe e përfundon rolin, kështu që më ndekon pa një letër që ka thënë mamajës vetë, të lutem të tregoj thotë se apat dhimbje dhe apat vujtje gjatë dhënies shpirt babai. Ka qenë shumë i dashën, kështu flasin motrat, let mamaja e tij, let babai i tij dhe kështu me radhë. Pra, deri këtu erdhëm pastaj për pyetje tjera do të vazhdojmë. Po, pra pas ka kaluar shumë peripeci Aleksandër Mojsiu, që në rinit të tij, që në fëmijëritë të tij, por cilat janë raportet dhe apo takimet e Mojsiut me studentët shqiptar në Vjenë? Para se me të dalte studentët shqiptar në Vjenë, Aleksandër Mojsiu në kohën kur babai kthehet atje, mamaja e tij ka pas një klerik në Graz, një familjar, dhe ka një të ajo shtërhu, pastaj me një shkollë ka qenë një mësues, një shkollë të mesme në gjimnaz, për muzikë ka qenë, italian, a i vdiq, ky kleriku largohet nga aty dhe ky mandej jetë i varfën, dy motrat e tina kanë me intervenim, kanë pasur disa lidhje familjare, kanë mujt me hinë në Ministrinë e Arsimit në Austri dhe marrin një banesë dhe vendosen në Vjenë.
Aleksandër Mojsiu siguri i zhgënjur, babajnë aty jo, dhe e dyta është vrasnu materialisht faktikisht, me një banesë vogël në Vjenë, dhe motat i kanë bërë presion që do të gjeni punës, nuk do të deprimohet, sepse jeta vazhdon. Dhe duke ecur në Vjenë, shkon në Burg teatrin e qytetarëve, e shef një lajmërim që kërkohet një atë thon gjermanisht komparse, shqipi thonë statist për opera. Dhe lajmërohet aty dhe mas një vjetë një regjisor që quhet Kainski e ka pëlqyer shumë mimika e tij dhe thotë do të konkurrosh për aktor, jo vetëm statist, që ka qenë fitimi modest. Dhe kur del para komisionit, ata duke pa emrin Mojsi, duke menduar që është një jude, edhe komisioni thotë ti mund të bësh gjithçka, po aktor kur nuk mund të bësh. Nuk ki lidhje, nuk ki kur fa prioriteti as prirje. Mandej Kainski një njeri shumë i mirë, që çdo punë, çdo mal nuk ka pa po ky ka qenë edhe ky gjerman, po ka qenë njëri që ka preka Mojsiun, e ka marrë në private 2 vjet e ka ushtu, ja ka mësu edhe gjuhën gjermane, se ky kishte probleme me gjuhën gjermane, bile ka shkruar një vepër për njët, na i thon gjuhën shqipe, këtë artikël derditas, maskullore, feminore dhe asnjëse. Edhe mandej kur afsohet, ky intervenon dhe çon në teatrin e Pragës si solist për opera. Me një zonë të mrekullueshëm i del fama në Evropë dhe mandej shkon Max Reinhardt, drejtori i teatrit të Berlinit, me ndëgju zërin e tij magjik që kanë thënë, edhe ky e vren që ky është një talent i rrallë, i pazvyruar dhe e fton që të shkojë në Berlin dhe këtu fillon karriera e tij. Mandej nga këtu nuk ka pas më probleme, por deri këtu ka pas një fëmijë bukur të vujshme, emocionale, dhe varfër e kështu me radhë. Po ka kaluar shumë peripeci, por me rritjen e karrierës tij ai ka mbështetur gjithmonë çështjen shqiptare. Ai madje edhe për Admir Rustemi ka dërguar letër në gjykatën e Francës për ta liruar e kështu me radhë. Po cilat janë marrëdhëniet e tij me studentët shqiptar në Vjenë? Aleksandër Mojsiu është takuar 2 herë me shqiptar në Vjenë. Ai kishte një kontratë në fillim, ka qenë në orkestrën, gjithsesi në teatrin e Reinhardtit, po më vonë ka bërë atë trupën e teatrit ka bërë vetëm Aleksandër Mojsiu, ka qenë me fond botërore dhe ka pas në shumë vende të botës, ka interpretuar në teatr dhe me trupën e tij ka pas 6 javë të qëndrojnë në Vjenë. Marrin vesh patriotët shqiptarë, sidomos studentët që kanë qenë dhe intelektualët shqiptarë, dhe bën një lidhje kur ka pas ai një me datën 29 muajit qershor vitit 1920 dhe shkojnë për ta takuar Mojsiun dhe i bën ftesë me takuar Recep Mitrovica dhe Gjergj Pekmezi. Recep Mitrovica ka qenë kryetari i Shqipërisë Madhe kohën e pushtimit italiano-gjerman, ndërsa ky Gjergj Pekmezi ka shkruar gramatikën e parë, ka qenë ligjëros, ka qenë një patriot shumë i madh në Austri, edhe këta shkojnë e takojnë Mojsiun për një kafe për ta ftuar për ta bërë një darkë. Dhe aty thot Mojsiu thot se për kafe do të pim nga një spaku, thot takom ta pim nga një verë, thot sa për darkë nuk ka nevojë, ka qenë shumë modest. Por megjithatë këta kanë, përveç që kanë organizuar në teatr, kanë shkuar një 30-40 shqiptarë dhe kanë bërë një korore që është kurqëzim me ngjyra flamurit dhe kur ka pa këtë teatri 3000 vjet të bërtit Mojsi, atë këta janë entuziazmuar dhe kanë çuar kororen me lule Mojsiu dhe kanë lënë takim në hotel Huberdorf. Atëherë thot teatri Vjenës se kuptoi dhe Vjena se ai është një shqiptar i pastër i kolluar. Po kanë bërë një intervistë bashkëkohën e fashizmit se po të akuzojnë thot për jude, jo shqiptar, thot o ma kanë lodhur shpirtin, thot po këtyne ignorantëve edhe këtyne fashistëve nuk duhet të përgjigjem, thot se nga babai jam shqiptar i kolluar dhe rrjedhin nga Mojsi Golemi, nga mamaja rrjedhin nga Jeronim Derata. Po ka qenë një patriot i madh. Dhe pastaj pas kësaj shkojnë në një darkë në hotel Huberdorf, ne kam fotografitë të gjitha ato. Dhe ku shkojnë aty ka fol mandej një zoti Aslani, mbiem nuk shumë ishte një Aslani shkruan, ka qenë kryetari i shoqatës Deleria, gazetë revistë studentëve shqiptarë në të kohë në Vjenë. Mandej ka qenë Jani Basho, i cili ka qenë edhe mjek i Ahmet Zogut, më vonë, por ka qenë njëkohësisht edhe ai i cili kanë intervenuar te Ahmet Zogu për me dhënë pasaportën Einsteinit, dhe Einsteini me pasaportë shqiptare ka ikë shkuar në Amerikë, ka vesh me teshe kontare kështu me radhë. Pra mandej ka qenë edhe një zotni Bushati, ka qenë Gjergj Pekmezi, ka qenë babai i tij Mojsiu, ka qenë kushenini i tij Konstantin Mojsiu, edhe kanë qenë shumë personalitete, një gjerman ka qenë i shok i tij i ngushtë nga Gjermania,
dhe aty ditë më në fjalim dhe Aleksandër Mojsiu emocionohet. Thot, unë kërkova tërë botën nëpër teatro me njerëz më të mëdhenj të takuar, thot, por gëzimin e sonte nuk e harroj kurrë, thot. I bëj ftesë djalorisë shqiptare që të punoj të vetëm me punë të arrijë, thot, edhe që të merr situatën në dorë. Në fakt me revolucionin tetorit, Aleksandër Mojsiu ka qenë i tharë i revolucionit tetorit, ka qenë njëri i cili edhe ka urrejt për shkak që ka marrë pjesë në demonstratat e punëtorëve në Evropë, ka qenë shumë milion me komunizmin dhe kjo për arsye se ai ka qenë një njeri i thjesht, një njeri modest, por një njeri shumë i famshëm, ndërsa aktore ka pas edhe gruan e tij bashortën, ka qenë Joana Trvin, ka qenë një gjermane nga Müncheni, por kanë bashkë aktruar dhe ka qenë një pizoja më të ndeshme e cila kujdes për burrin e saj dhe pikërisht në Vienë janë rreth 22 pako me letra, dokumenta, gazeta, fotografi e tjera që ai ka prunë pas vdekjes së Mojsiut nga Italia, nga Zvicra, e këtu. Aleksandër Mojsiu ka pas vetëm një vajzë, ajo vajzë është quajtur Bettina Mojsiu dhe përmjerisht ajo vajzë nuk e ka ditë që është shqiptare, ka menuar qysh me qenë se pe urrejnë baban e saj, është martuar me një jude, një bankier të madh, Bergrube, ai ka 2 djem biznesmen shumë të mëdhenj, nipat e Mojsiut që në përbot janë miliardera, dhe ata nuk kanë bërë ftesë. Ku ka qenë Alfred Mojsiu, presidenti i Shqipërisë në Vjenë, unë kam qenë prezent aty kur është inauguru busti i Aleksandrit Mojsiut dhe kam qenë në musafir aty, ka qenë një nip i Mojsiut, ka qenë ky komisar Rex, nëse keni pa në televizion, ka qenë gjerman, austriak, gjerman, dhe ai lu në rol, ai Rexi, me atë qenë, nëse ju kujtohet, ai ka qenë, ai e pranoi aty që është nipi i Aleksandrit Mojsiut, është djali i Beatës. Beata ka qenë vajza e Marisë, motrës Aleksandrit Mojsiut. Po, pra, kjo ishte linja e trashëgimisë Aleksandër Mojsiut, por dim që Aleksandër Mojsiu vdiq në një moshë relativisht të re dhe mund na thoni diçka për shkaqet e sëmundjes dhe të vdekjes së tij. Me lejoni që paraprakisht flas edhe për lidhjet e Aleksandrit Mojsiut me Rusinë dhe personelit më të mëdha në Bashkimin Sovjetik në atë kohë. Patjetër. Me qenë se ky shkoi të marrë një dramë atje, një rol, sidomos e luante shpesh Edipin mbret ose Fegjia ka qenë te kufoma e gjallë e Tolstojit. Ata kishte dëgjuar teatri i Moskës, duke pa famën e tij sa ishte atje shkruan 2-3 vepra për Mojsiun, por vajza e madhe e Mojsiut, e Tolstojit, Tatjana, së bashku me kryetarin bashkiak të Moskës, si dhe me drejtorin për kulturë, edhe drejtorin e mauzoleut të Tolstojit, e ftuan që në mirë zyrtar shpejt ta vizitoj mauzoleun e Tolstojit. Është interesant se në te mauzoleu ky propozon që të jep mantilin, ai thoni ju mantil, kjo që e vishën mbi xhaket. Thotë, do më thonë se me këtë i kam lyt 100 role të Fegjas dhe për hir të Tolstojit dhe sot as e ditë kur do ta vizitoj Moskën, sidomos mauzoleun e Tolstojit, e keni mantilin e Mojsiut aty në mauzole. Tani kalojmë te pjesa tjetër që përmendit ju, te fundi i jetës së tij, edhe fundi i jetës së Mojsiut nuk ka qenë i mirë, sepse kam shumë dilema në bazë dokumentave që kam. Ai ka qenë një aktor që ka shkuar në Suedi, ka shkuar në Hungari, ka shkuar në Amerikë, ka shkuar në Angli, ka shkuar në Afrikë Jugore, gjithkund. Ka bërë gjithë. Dhe sidomos në Itali, në Zvicër dhe në Austri, por në herën e fundit, me 1935, ai është kthyer nga Italia në Zvicër dhe nga Zvicra me tren me ardhur në Vjenë. Është interesant se i marr 2 gjëra të cilat janë shumë të çuditshme. Një, kur vjen dikun këtu në Jugosllavinë atë kohë, nuk ka qenë Jugosllavi, po Trieste ka qenë pjesë e Austrisë, me tren për mëdha shfaqje në Vjenë, ai ka kon 2 kolege aktore, të cilat mu më duket të dyshim, ka i kanë dhënë raki me pi dhe mas kanë zbrit ato, mas një stacion apo 2, kë është smunë në tren. Është smunë nga mushkëri dhe bili thot me një vend, thot nuk e di, thot a mund të shkoj gjallë deri në Zytbanhof, në stacionin e Jugor, do të më pret të gruaja ime, a do të dinë që unë ndoshta do të vdes dhe do të nxjerr nga treni. Dhe ky më rrinte qysh deri në Vjenë, dhe ku vjen e merr bashortja vetë që në shtëpi
rehabiliton, i jep barën e tjera, dhe i keqësohet gjendja, dikur ka 38 gradë, atëherë shkon në spital. Dhe kur shkon në spital, është interesant që në një kortegj, aty me njëherë të nesër apo të masnit ngritet temperatura në 42 gradë, pastaj në 43, 44, vazhdimisht 45. Dhe aty është interesant, janë dyshimi 2, dilema 2 që unë kam dokumenta, kanë qenë 2 mjek, një mjek ka qenë Gjerman dhe njëri ka qenë Serb. Ky Serbi, kjo mjek, bashkëshortja e tij, Jona Tervin, ajo Gjermanka, nuk e ka ditë raportet me shqiptar dhe serb, nuk e ka ditë as për këto gjëra të tjera, por një tregon me një vend në proces verbal në saj thotë se Aleksandër Mojsiu në një thotë ka qenë shumë i ka urrejt këta 2 mjek, edhe në 2 thotë interesant thotë se këta vetëm sa me injeksione e barë të ndryshme vetëm sa ja kanë përkeqësuar gjendjen. Dhe në një moment thotë i ka urrejt mjek, por ishte 2 ditë të mbrapa i palëvizshëm. Dhe thotë kur 2 orë para se të vdes, dikur ka vdek ka ora 3:45 ka pas dite, në vitin 1935, thotë në mars, në 22 mars 1935. Dhe thotë se u çu me gjithë krevat, me urrejtën më të madhe edhe ja bani mjekve rraus, që më i vjen hup shporri pikënj. Thotë edhe mandej ranë në agoninë e vdekjes dhe vdiq. Pra, ky kishte lënë mandej me testament që të ndizet të kallët ku formati, edhe është bën një ceremonial i madh në këtë proces, dhe pastaj hiri i tij është përcjell me dëshirën e bashkëshortës së tij, është përcjell në Zvicër, në Lugano, dhe atje është plakata dhe është mauzoleju i Aleksandrit Mojsiu. Dhe kështu vdes në moshën 54 vjeçare, aktori më i madh botror, dhe gjitha gazetat botërore shkruajnë për të. Por një gjë më çudit fakti, pse Shqipëria dhe Kosova, shtetet tonë të pavarura, nuk e mënojnë ndonjë akademi, ndonjë teatr, ndonjë bust ka bën shumë vende të botës. Në Gjermani ka buste të mjaftueshme, ka në Austri, ka gjithkund. Po një emër tim nuk e ka. Jo, po prandaj është një njeri shumë i madh i papërsëritshëm në skenën e teatrit botëror dhe në film. Ky edhe ka luajtur edhe në film, por si deshta me ta bësh pak edhe ajo vajza aty është rrit ka lind me 1923, Betina, ka vdek me 2023, 100 vjet ka jetu, para 2 vjet ka vdek. Edhe kush ka vizituar, s'ka ndërmarrë me lidh me vendin, me vendinin, me babën e tij, pra me një fjalë që përsëris atë që ka thonë i nderuari Nelo Dizdari atëherë në Amerikë, kur e përqaf Mojsiu pegzimit, që shqiptar thotë edhe që më përka, thotë a mdojnë mund Shqipëri, po gjithçysh nuk don të kohë mbyt vendi jot. Atëherë ky është shkruar në artikull thotë pemet e punrave të tyre janë shijuar prej botës. Ajo botë që i rriti këta dhe i nderoj. Kur do të vi koha aty vallë që Shqipëria të mbaj për veti ka djemt e saj. Sakt. Në fakt, vajza e Aleksandër Mojsiut ndoshta nuk e ka ditur dhe ishte dhe momenti që Shqipëria u fut në izolim, pastaj pas izolimit erdhen këto partit pas 90-s, kështu që kishte mbaruar filmi dhe për të. Megjithatë, profesor, unë ju falenderoj që na solli të tërë këto të dhëna kaq interesante mbi një figurë kaq të shquar siç ishte aktori i madh në famë botërore Aleksandër Mojsiu, një aktor shqiptar i cili nuk e mohoi kur origjinën e tij dhe që me sa na tregua dhe ju, pas ka vdekur pikërisht në dora e atyre që nuk i kanë dashur kur shqiptarët. Unë e kam para se ta përfundojmë, kam edhe një plotësim nëse më lejohet. Unë kam dërmend që nëse qësot gjërat në Shqipëri, me qenë se është një universitet në Durrës që quhet Aleksandër Mojsiu, kam dëshirë që nëse marrë iniciativë Bashkia e Durrësit dhe Alfred Mojsiu, se baba e Alfred Mojsiu është Spiro Mojsiu, baba e Aleksandër Mojsiu dhe Alfred Mojsiu në djep xhaxhallarëve. Dhe nëse edhe Mojsiu në ullohet këtu, Alfred Mojsiu ish presidenti i nderuar, atëherë do ta kisha mbajt një ekspozitë. Edhe atë ekspozitë do t'ja kisha dhuruar me 70 fotografi apo 100 në format në 3 për hir të famës së Aleksandër Mojsiu dhe gjakut shqiptar, për hir të patriotizmit të tij, do t'ja kisha falur në Bashkisë së Durrësit dhe natyrisht do ta kisha mbajtur një legjërat emblematike në Durrës
dhe në Shqipëri. Shpresoj të realizohet. Ju falenderoj për zgjedhjen e kandidatëve dhe temat të cilat ju me patriotizëm të madh i adhuroni dhe i realizoni. Edhe ne ju falenderojmë, nderuar, ju falenderojmë për intervistën dhe për gjithë kontributin që keni dhënë në shkrimet tuaja. Mirë, dashur miq, këtu do të ndajmë dhe së bashku. Unë ju falenderoj që ishit me ne deri në këto momente. Do të takojmë sërish në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi sa mirë dhe mirëpafshim.